Dita e dëshmorëve ka origjinën më 5 maj 1942, kur u vra Qemal Stafa, i cili me veprimtarinë e tij u kthye në simbol të luftës antifashiste nacional-çlirimtare. Mbas shpalljes së pavarësisë më 1912 e deri më 1945, shteti shqiptar nuk krijoi një status ligjor për dëshmorët e atë dheut. Gjatë luftës nacional-çlirimtare, nisën përpjekjet e para për të nderuar dëshmorët e rënë fushat e betejave. Mbas çlirimit, më 28 gusht 1945, kryesia e Këshillit Antifashist Nacional-Çlirimtar miratoi ligjin numër 109 mbi shpërblimin e familjeve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës antifashiste nacional-çlirimtare. Pasardhës të veteranëve të luftës antifashiste nacional-çlirimtare, familjarë të dëshmorëve dhe qytetarë kanë vlerësuar këtë ditë të rëndësishme. Dita më e rëndësishme e të rënëve të këtij kombi, që nga historia e vjetër e deri kohës moderne, është dita më e lavdishme. Duhet ta nderojmë, ta respektojmë dhe të transmetojmë brezave dhe t'u shpjegojmë se pse nderohen. Nderohen se ishte një luftë e pabarabartë në luftën e dytë botërore dhe për çudi Shqipëria e vogël, që sa ishte formuar si shtet, u rreshtuar në krahun e dur të historisë. Dhe ne këtë liri që kemi sot e njërën tjetër kemi sajt të gjaku të derdhur për çdo kilometër katror të Shqipërisë prej këtyre të rënëve, dëshmorëve të atë dheut. Sot është festa e dëshmorëve të atë dheut dhe neve pasardhësit e tyre vimi kujtojmë me respektin më të madh, lavdi dhe i paruar të jetë vepra e tyre që kanë nderuar gjithë Shqipërinë, gjithë kombin shqiptar, dhe ne sot e ndjejmë vetë krenar për luftën nacionale shqiptare që ka bërë këta burra që e ka dhënë emër Shqipërisë dhe neve pasardhësit e tyre. Lavdi dhe i paruar kujtimi atyre burrave. Sot është dita e 5 majit, dita e dëshmorëve të atë dheut. Për nder të harrojë të popullit qemaltar, konsiderohet që dita e dëshmorëve. Dëshmorët janë ata që vendosin gjakun e tyre në themelet e lëvizjes së kombit. Ka ndryshuar sistemet, ka një sistem tjetër. Ka forca politike që nuk i duan, por edhe 1000 kohë të vinë lufta nacional-çlirimtare. Dëshmorët dhe herojt 1000 herë të tyre më lart në pjesën e zyre, i paruar për jetë kujtimin e tyre. Është dita më e bukur, dita e dëshmorëve 5 maj. Djem në lullën e rinis, për atë dheun derdhën gjaku. Prandaj ne duhet të respektojmë në çdo kohë, i pa harruar kujtimin dëshmorëve. 5 maj është dita e atyre që ne duhet jemi krenar që dhanë jetën për lirinë e atë dheut. Ata vunë jetën e tyre në themelet e Shqipërisë së re, që ne gëzojmë sot. Do të gëlen gjithmonë të paruar detyra jonë dhe e shkollës është që t'u transmetojmë edhe brezaj do vinë, që edhe ata të njihemi me aktivitete me veprën e tyre. Ne jemi sot këtu për të festuar 5 maj, ditën e dëshmorëve. Unë jam këtu edhe si pjesëtar i familjes që ka kontribuar në luftë, po ndërkohë edhe si përfaqësues i shoqatës Sazani. Uroj që t'i kujtojmë në vimësi të rënët për atë dheun. 5 maj është dita e dëshmorëve të tij. Edhe në 5 maj është vrar Qemal Stafa. Edhe kemi ardhur këtu të themi lavdi dëshmorëve të atë dheut. Të paktën t'i respektojmë ne se qeverit vinë s'do në digjo fare për këta. Se din ata që ne jetën që gëzojmë sot e kemi nga këta.